Big Brother VIP do shtyhet sërish, Gjesti merr vendimin që askush nuk e priste, ndërkaq që edhe Egli nga ana tjetër flet përsëri për ish partnerin e saj. Ja çfarë thot. Gjatë një interviste të improvizuar midis banorëve të Big Brother VIP Albania, Gjesti ndau mendimet e tij për përfundimin e eksperiencës së Big Brother VIP Albania. Ai pranoi se ndjente emocione të përzierë me dëshirën për të rikthyer në jetën e tij të përditshme, por edhe nostalgjisë që kaloi në këtë shtëpi të bukur. Teksa u shpreh ndër të tjera, jam duke u mërzitur që po mbaron, nga njëra anë duhet të shkoj në shtëpi, por nga ana tjetër, tha ai duke lënë të kuptohet se kjo eksperiencë kishte lënë gjurmë të ai. Gerta, një tjetër banore e pranishme në intervistë, e pyeti nëse do të mund të përballonte një qëndrim më të gjatë në shtëpi, teksa tha se nëse Bigu do të kishte shtyr këtë finale, nëse ai do të qëndronte apo do kishte hequr dorë. Gjesti, përgjigjen e cilit po e prisnin të gjithë, ka thënë pa hezitim: "Po more, jemi mësuar bashkë, kemi jetuar bashkë edhe pa e njohur njëri tjetrin, patjetër që do të qëndroja më shumë në gjithë qef." Ka qenë deklarata që tregoi se për të Big Brother VIP kishte qenë më shumë se një lojë, por një eksperiencë transformuese. Ai është shpreh mirënjohës duke thënë se nuk do e linte në bal produksionin. Nga ana tjetër, Gerta diskutoi edhe me Eglin për ishin e kësaj të fundit, teksa Egli u shpreh blefosur duke thënë se këtë po e bën vetëm për ta nxjerrë keq duke u shprehur: "Ti më ke përdorur siç ke dashur ti, e ke marrë si fjalë nga indritje dhe e solle këtu brenda, bisedën e ishit e solle shumë herë, që me Gjestin i thoja atij që më kujton ishin. Jam shprehur edhe me Livian dhe i kam thënë që më vjen i natë se më kujton në diçka. Më kanë mbaruar ndjenjat se kam 2 vite që nuk e shoh. Mirënjohje, respekt dhe natën e mirë. Ju ma përdorni sikur unë kam akoma ndjenja për të." Është përgjigjur Egli mlefosur, por fansat kanë kuptuar se ndjenjat për të me Olsin kanë mbaruar.